Po, do të vim tani me një bisedë, do të flasim për zgjedhjet e pjesshme lokale të 9 nëntorit. Kam të ftuar në studio një prej kandidatëve për Bashkinë e Tiranës, Arlind Qori, kryetari i Lëvizjes Bashk. Mirë se erdhët, faleminderit zoti Qori. Mirë se gjej. Zoti Qori, pse kandidoni për Bashkinë e Tiranës? Çfarë ju shtyu? E para sepse nëse ky është një vendim kolektiv një. Sigurisht është pranim nga ana ime që ta marr përsipër këtë përgjegjësi, por është një vendim kolektiv i Lëvizjes Bashk. Arsye e parë sepse ne marrim jashtëzakonisht seriozisht qytetarët e Tiranës. Dhe kulmi i seriozitetit për një parti politike është të kandidojë kryetarin e vet një garë që është vërtet shumë e rëndësishme, gjë që partitë e tjera nuk kanë guxuar ta bëjnë. Do të thënë, as vendosin kryetarin, madje as vendosin figura shumë të rëndësishme politike brenda tyre. E dyta sepse Tirana ka nevojë për një ndryshim të madh. Tirana ka nevojë të kthejë rrugë, të shkojë në rrugën e duhur, të bëhet qyteti i jetueshëm, e të luftoj shumë e shumë fenomene negative që janë akumuluar në shumë vite qeverisje. E treta ka të bëjë me diçka personale në timen. Do të thënë, unë kam lidhur në Tiranë dhe gjithë jetën time kam jetuar në Tiranë, nuk kam jetuar kurrë më shumë se 1 muaj larg Tiranës. Ky mund të jetë handicap në rrethana të tjera, kuptimin e përvojës së larmishme, mirë po nga ana tjetër tregon që unë kam një lidhje intime me qytetin. Një pothuajse çdo rrugë, çdo lagje, çdo cep të qytetit, përjetoj si të gjithë qytetarët e Tiranës, sa kohë jam një qytetar si gjithë tjerët në jetën e përditshme, të gjitha problemet dhe kontradiktat e qytetit. Sigurisht këto problemet mëdha nuk kanë mundur të zgjidhen për shkak të konfliktit të interesave dhe një problemeve, korrupsionit, oligarkisë e kështu me radhë nga drejtuesit e deri më sotëm. Kështu që unë mendoj që kandidimi im edhe mbështetja e Lëvizjes Bashk, mbështetja e qytetarëve do të mundet të çojë problemet e Tiranës drejt zgjidhjes. Po, dhe pas eksperiencës 2 vite më parë në zgjedhjet e 14 maj 2023, çfarë keni mësuar zoti Qori dhe si do t'i qaseni këtë herë kësaj gare? E para ne kemi përvojë tashmë. Kemi përvojë elektorale. Përvojë politike kemi goxha më të gjatë sepse përpara se të themelonim Lëvizjen Bashk kemi qenë mjaft aktiv në jetën shoqërore shqiptare, me protesta me student, me punëtor, me shtresa të gjera të shoqërisë, por në 2 vite e gjysëm, duke marrë pjesë në 2 fushata zgjedhore, lokale dhe qendrore, kemi fituar një përvojë të madhe edhe elektorale, dim si të veprojmë në territor. E dyta, ajo çfarë unë kam vënë re muaj mbas muaji është që mbështetja e qytetarëve për Lëvizjen Bashk është në rritje, kërkohet ndryshim i madh, i vërtet, dhe në këtë kuptim unë besoj që është koha e duhur dhe Lëvizja Bashk është subjekti i duhur që mund ta sjellë këtë ndryshim. Fatkeqësisht një pjesë e madhe të problemeve të Tiranës së 2023-shit vetëm sa janë thelluar në 2025-ën, po donin të t'i rendisin. Do të kur shkojmë tek trafiku është më i rënduar, te ndotja është më e lartë, te papërballueshmëria e çmimit të blerjes një apartamenti ose marrjes me qira të një apartamenti, te ujërat e ndotura, te të gjitha këto probleme madhore të cilat sa vinë thellohen